Për fat të mirë, kompania jonë nuk ka një problem të tillë, por sigurisht që lëvizje të stafit ka, por është brenda suazave, madje nën mesataren e tregut vendor, përkatësisht në Kosovë ka lëvizje të punësuarve rreth 20%, kurse kompania jonë ka pas lëvizje më pak se 5%, dhe sigurisht që kjo është shqetësuese, por mendoj që në pjesën të përgjegjësisë e bortim ne si punëdhënës, sepse vërtet duhet rritur pagat, sepse arsye kryesore pse të rit dhe të reja sot emigrojnë sigurisht është paga. Dhe ne duhet bëjmë përpjekje që këto njerëz t'i ruajmë sot derisa e kemi, sepse nesër do të detyrohemi që punëtorët e huaj t'i paguajmë ndoshta me çmime shumë më të larta, dhe unë besoj që shumica prej kompanive megjithatë janë në gjendje të paguajmë edhe më shumë, në mënyrë që të ketë këtë pjesë këtë strukturë të rinjeve, sepse vërtet Kosova mund të ketë punëtorë më të mirë, edhe për nga përgatitja shkollore, por pavarësisht mungesës së përvojës, do thotë vetë përgatitja e shkollimit tyre dhe mosha e re e tyre tregon që ne kemi nevojë jashtëzakonshme për këto të punësuar dhe duhet bërë çmos që këto t'i ruajmë. Po sigurisht që kjo vrehet, do thotë vetë regjistrimi i popullsisë nga është tregon për një rëmje për numrin të banorëve të Kosovës, përkatësisht nga 1.8 milion, nëse s'gaboj 1.5 milion, kjo tregon që një pjesë madje pjesa më vitale e popullatës ka dalë, por kjo për fat keq duket që është një trend pothuajse gjithkund në vendet e Ballkanit, për shkak se njerëz me shumë drejt kërkojnë më mirë dhe dallimin mes zhvillimeve ekonomik të vendeve sigurisht qëndron, sepse një pagë në perëndim është shumë më lartë se kjo që ofrohet në Kosovë, por edhe në rajon, dhe kjo trend do të vazhdojë, por mendoj që mund të zvoglohet ky trend, sepse për shembull në Sloveni një trend i tillë është ndërprer, ka vite që është ndërprer, sepse paga mesatare në Sloveni, nëse nuk gaboj, është 1.500 euro, kurse në Gjermani mund të jetë 2.000-2.500 euro, do thotë kur afrohen, unë e di që Kosova nuk është në gjendje të ofrojë një pagë 2.000 euro, por besoj që ne mund të ofrojmë një pagë mesatare rreth 1.000 euro, e cila ndoshta kish me qenë një mundësi që të punësuarit të mos mendojnë të largohen nga vendi. Tani, numri i punësuarve është mbi 450, kurse nuk besoj që ka punëdhënës i cili thotë që unë nuk i ofroj kushte, po besoj që më së miri është ndoshta që ju si agencion të vini të vizitoni dhe në vendin ngjarjes të bindeni që kushtet nuk them që janë më të mirat, po janë mbi mesataren e kompanive tjera, sepse vërtet e meritojnë dhe aseti kryesor i një kompanie janë punësuarit, jo vetëm tek ne, po kudo në botë. Sepse po edhe pjesa më vështirë e menaxhimit është të menaxhosh me njerëz, sepse jemi njerëz si gjithë tjerë, do thotë njerëz me emocione, por duhet vlerësuar sepse ato pjesën më të madhe të jetës të zgjuar nëse do rrisim e kalojnë në kompani. Prandaj janë vlerë shtuar çdo kompani. Në rastin e kompanisë tonë janë së paku 15 punëtorë, të cilët janë rikthyer nga perëndimi. Por sigurisht dhe janë ripunësuar këne. Por natyrisht që kjo është numër shumë më i vogël se ato që kanë ikur. Do thotë nuk mund të mburrim me këto, themi që po kthehen gjithë. Numri i të kthyerve në përgjithësi mendoj që mund të jetë ndoshta 10%, 10 apo 20%. Po 80% që nuk kthehet sepse sigurisht që po them oferta në perëndim është më e lartë dhe njerëz tani më kanë një pjesë familjes atje dhe kjo është edhe një diçka shtesë që i nxit njerëzit që më lehtë të vendosin të largohen nga Kosova sepse kanë, po them, pjesën më të madhe ndoshta ose një pjesë të familjes atje.